A e dini që në Shqipëri ka ekzistuar një obor dimror që 85 vjet më parë. Është i vetmi në Shqipëri dhe duhet jetë unikal edhe në gjithë pallatet mbretërore. Është në pallatin mbretëror të Tiranës, atë që ne e njohim si pallati brigadave. Është në katin e fundit. Është i gjithë i mbyllur, po ndriçohet nga 9 kuba ndriçimi natyral që vijnë nga tavani. Pra tavani ka ndriçim natyral. Anash ka ndriçim natyral, ndërsa përballë është një pamje manice. Këtu ishte Shatërvani. Këtu ishin të vendosura koltukët e Kashtës me shilte ku rrinte mbreti dhe mbretresha. Këto janë dy vendet me dritë natyrale që nga sipër shkon drejt për drejt në garderobën e mbretit dhe të mbretreshës, pra nga sipër depërton poshtë. Kjo është një skulpturë e famshme e Marajinit e vitit 1940 dhe gjëja më e bukur është që nga vendi i uljes i mbretit dhe i mbretreshës, pamja këtu ishte fantastike. Edhe gjithë kjo sipërfaqe këtu, përveç Shatërvanit me ujë, e gjitha kjo sipërfaqe ishte me ujë që rrithte dhe një pompe rikthente sërish, të dy anët janë me gjelbrim të përhershëm, të mbjell, si dhe pjesa aty, ndërsa këtu ndodheshin dy kolona me një pamje mahnitse të dajtit. Vetratat janë vendosur më pas, kur ishte ftohtë dhe vap, mbylleshin, ndërsa gjatë verës rrinin të hapura. Shiheni se çfarë pamje ka dajti andaj dhe shiheni këtë obor dimror, i cili është i vetmi obor dimror në Shqipëri, ndoshta një prej të vetëmve obor dimror në gjithë pallatet mbretërore në botë, mahnitës me këtë lloj ndriçimi natyral.